Na trego për rrisit që do t'i ketë ky edicion nëse bëjmë një krahasje me edicionin e parë. Këtë vit për dallim prej vitit kalum, kena shtu edhe workshopat që vitin e kalum fatkeqësisht s'kena mujt me mrimi mi organizu. Kjo është ndoshta dallimi prej edicionit të parë në edicionin e dytë, përndryshe kena 3 filma gjatë, janë disa filma të shkurt, prap janë disa dokumentar. Workshopet mendoj që po pres me fillu me i pa, për shkak se mendoj që është shumë e rëndësishme për rinin e luginës për shejves. Këtë vit kena para pa pak me i njoft procesin e punës të realizimit të filmit. Do thotë kjo ka qenë si ide se ku mu bazu në workshopa. Tu e ditë procesin e punës e realizimit të filmit, na kena pa të arsyeshme me fol për skenarin si një workshop i veçantë, për filmin edhe punën me aktorin si një workshop i dytë, edhe për rëndësinë e montazhit edhe punën e postproduksionit si rëndësi e veçantë.